Shuhet familja e tërë shqiptare në Itali. Është merë ta mendosh. Sa po kishin ngrënë darkën. Dhe në orën 9:30 ndodhi. Sepse si duket, duke filluar nga ora 9, filloi që të shlironte gaz, pra monoksid karboni. Pa dyshim të gjithë ju e keni lexuar lajmin, po unë doja që ta diskutoj me ju, sepse mjaftoi vetëm një gjë e vogël, tani po ja u them. Gjë që kanë folur shumë pak nëpër media dhe unë dua që ta diskutoj me ju. Kisha folur dhe mbrëm, kemi bërë dhe një video, por më mbeti mendja atje, sepse është e tmerrshme. Vinë për një jetë më të mirë dhe gjejnë vdekjen. Mjaftoi një fola me një mikun tim, një mik që nga Roma, që është ekspert i kaldajave. Se për ata që nuk e din, çdo gjë ndodhi nga kaldaja. Mendohet që kaldaja, duke u dëmtuar një nga pjesët e kaldajës, shpërtheu gazi dhe i elmoi. Mirë po ai është gaz që nuk shihet. Bile vdes me njerë nga i gaz, sepse monoksidi karbonit është shumë vdekje prurës. Dhe nuk dihet tani se kush ka qenë shkaku, por me qenë se fola me këtë mikun tim, doja që t'ja u tregoja se çfarë më ka thënë. Është shumë ekspert, është inxhinier, nuk është një teknik i thjesht. Është një inxhinier i kaldajave. Dhe ai thot, me aq sa pa, pra ai pa disa foto dhe video të rajit, ai thot dy gjëra mund të ketë ndodhur. E para thot që është tubi që është prej plastike, tubi që del nga ndërtesa. Dhe ai tub, padyshim thot, ose është shkëputur nga brenda, ose ka patur ndonjë problem, sepse nuk di, thot, nëse ky tub, thot, e kishte merrte ajrin nga brenda apo nga jashtë. Nëse merrte nga brenda, atëherë ky ka qenë problemi. Por mund edhe të ketë ndodhur, thot, është ajo qelia, është një qeli e vogël që është kaq, ai thot 99% ka qenë ajo. Është një qeli e vogël, një dispozitiv i vogël, është prej gome, është shumë i vogël. Po e them këtë sepse kam patur të njëjtin problem dhe unë me kaldajën, por nuk e dija që ishte gjithë ky problem i madh. Në fakt, nëse del gazi nga aty, mund të krijojë probleme të rënda, sepse nëse shpërthen gazi nga aty. Dhe është një tub shumë i vogël. Ai është një kondensator, mund të quhet kështu, dhe aty mban, nëse del pak gaz, pra nga brenda kaldajës, e përcjell aty dhe e ndalon kaldajën. Pra, ky është fakti që mund të ketë ndodhur kjo fatkeqësi. Megjithatë, le të shohim gjithë dinamikën e asaj që ndodhi. Duket sikur çdo gjë ishte e shkruar, do t'ja u them se përse. Ata ishin futur në shtëpi rreth orës 9 dhe filluan të hanin darkën. Pra, çdo gjë ndodhi një pak minuta. Në orën 10, Ajdari, djali, mori në telefon sepse kishin rënë të gjithë për tokë. Pra, Arti, nëna e tij për tokë dhe motra e tij. Por motra e tij ishte ulur. Këtë e tregon njëri nga dëshmitarët, një djalë i ri, dëshmitar që është nga komshinët. Ai shkoi bashkë me xhaxhain aty dhe pasi erdhën dhe karabinierët, madje edhe vëllai i Artit që kishin shkuar bashkë sepse ai u kishte telefonuar disa herë, por nuk duke mos u përgjigjur ata, sepse jetonin afër me sa kuptova, dhe telefonuan pra policin. Erdhën dhe këta të zjarfikses u vonuan për dy arsye, sikur çdo gjë ishte llogarit sepse duhet të ndodhte kështu, dreqi e mori. Atëherë, e para njerë që Ajdari kur mori në telefon, ai e dha numrin gabim, në vend që ta thoshte numrin 186-168. Ndoshta sepse ishte nën efektin e helmit, sepse helmi kishte filluar që të hynte në trupin e tij. Sepse Ajdari mendoi që motra ndjej keq, familjarët, por kryesisht motra, sepse motra ishte ulur. Dhe ai tha, kur mori në telefon 112-ën, motra ime tha është smur, shumë smur. Duhet vini urgjent. Mirë po, ai në këtë moment, ndoshta, po turullosej, në fakt, gjatë atyre minutave, sepse zgjati 11 minuta telefonata, ai ra. Pra, ra me telefonin hapur.
Kjo do të thotë që ai në momenti që dha numrin e rrugës, e dha gabim pikërisht sepse ishte nën efektin e gazit. Dhe kështu që ngatroi 168 me 186. Dhe ky ishte gabimi i parë, gabimi fatal, sepse mjaftuan ato 10 minuta. Pra ato 10 minuta që ti merrte jetën gazi, sepse në qoftë se do të shkonte zjarfiksja pikërisht në ato 10 minuta përpara, sepse ata u vonuan, shkuan tek një hyrje tjetër, tek pikërisht tek ajo që i tha ai, tek 168-a. Pastaj këta të familjes aty që i thanë jo, nuk është se nuk i gjetën të parët, por trokitën tek të tjerë dhe ata i thanë ku gjendej. Dhe ku shkuan ishte vonë. Dhe tjetra ishte, e dyta që ishte akoma më e rëndë, ishte ajo ambulanca. Ambulanca do shkarkonte një trup tjetër dhe mjaftuan ato 2 minuta. Pra 2 minuta, u vonuan 2 minuta dhe hajdari që ishte ende gjallë mund edhe të shëronin. Është merë ta mendosh. Është merë se si brenda një ore të zhduket tër familja. Nuk kanë fjetur gjithë natën. Nuk kanë fjetur sepse janë aksidente që mund të ndodhin. Pra atë që më tha ky shoku italian, ai inxhinieri, që thot kaldaja thot është e re. Padyshim është e re në fakt. Sot lexova që kaldaja është e re dhe me sa kuptoi ai shoku im inxhinier ka të drejtë. Nga e pa e që ishte kaldaja e re, e pa pikërisht pra nga tuboja që është prej plastike e re, sepse tubot prej plastike të reja, janë të reja, nuk janë të sistemit të vjetër. Dhe tha, kjo kaldaj, tha, padyshim tha është e re. Dhe kështu ndodhi, me një fjalë sot thoshin që është kaldaja e re. Dhe nuk dua ta besoj që mund të jetë ai kondensatori i vogël, ai që thot ky shoku im. Pra kondensatori që mat ose që rileva, nuk më vjen tani, që kap gazin nëse del gaz nga kaldaja. Ose tjetra mund të jetë nga tubi. Tubi nuk është vendosur mirë, tubi i jashtëm dhe merr oksigjenin ose ajrin nga brenda. Dhe kjo mund të ketë bërë shpërthimin e brendshëm të gazit, pra nga brenda shtëpisë. Dhe ata kanë thithur gazin monoksid karboni nga brenda. Dhe kjo mjaftojnë pak minuta, nuk e di apo jo, sepse është e njëjta gjë edhe kur ndodh për shembull nëpër makina. Për shembull gabim që bëjnë disa të rinj që flen nëpër makina pasi kanë bërë marrëdhënie bashkë ose qoftë sepse është edhe ngrohtë lën makinën ndezur dhe flen në makinë. Është vdes pa e kuptuar, sepse të zë gjumi. Pra ka disa informacione që janë tepër të rëndësishme që duhet i dim sepse mund të na shpëtojnë edhe jetën. Dhe nuk na mbetet gjë tjetër për këtë familje shqiptare përveç dhimbjes, sinqerisht nuk më ka zënë gjumi dhe sot tërë ditën aty më ka mbetur sepse shkojnë një jetë për të bërë një jetë më të mirë dhe gjejnë vdekjen. Dhe më vjen keq edhe për fëmijët. Është merr ta mendosh. S'di ç'të thuash, vetëm ngushëllime, asgjë tjetër. Natën e mirë.